Bashkia e Korçës synon për hapjen e qendrave ditore për moshën e tretë edhe jashtë kufive të qytetit. Aktualisht një qendër e tillë funksionon në fshatin Bulgarec, ndërsa mendohet që të hapen edhe të tjera qendra në fshatra të tjerë, për shkak edhe të kërkesës nga ana e të moshuarve për këto lloj ambientesh, ku ata kalojnë një pjesë të ditës me bashkëmoshatarët e tyre. Zgjerimi i këtyre qendrave edhe përtej kufive të qytetit, kemi filluar me Bulgarecin dhe besoj këtë vit do të bëjmë diçka të ngjashme edhe në Dvoran. Pra do të sigurojmë atje një ambient, do marrim me qira një ambient ku këta të moshuarit e moshës tretë kanë mundësi të mblidhen atje bashkë, të kalojnë kohën e lirë. Pra është një përpjekje e pamjaftueshme, sigurisht, akoma që ne të dalim edhe përtej kufive të qytetit edhe të shkojmë edhe në njësitë administrative. Sfidë për Bashkinë e Korçës është edhe ofrimi shërbimeve të ndryshme për të moshuarit e vetmuar, numri të cilëve po vjen në rritje. Ndaj edhe sipas kryebashkiakut po mendohet të vendosen fonde në dispozicion të fondacioneve që aktualisht i japin këto shërbime në banesë, çka do të mundsojë rritjen e numrit të personave përfitues, por edhe ofrimin e më shumë shërbimeve.